Përshëndetje për gjithë maraklit e kuzhinës dhe për gjithë ata që nuk kanë qef vish me hongër, po kanë qef edhe me ngu, biseda interesant, biseda që jo hinë në punë, në përditshmërinë e juaj e aq ma pak nështëta në fazat ma interesant tjetës, sikur ajo e prindrimit. Për këto anë dhe shumë tema, edhe për me gatu një recetë e cila veç është bo virale, po jo viral tema, nuk është virale, tema është shumë edukative, që sot kemi zgjedhur me trajtu me juve, normalisht me njerëz nga profesioni dhe fusha adekuate. Me mua sot në shishëm, kemi ftuar psikologën e cila ka na fol temat jashtëzakonshme, po njëkohësisht bashkërisht me ta dhe kena me bë recetën për sot. Me mua sot në studio kam ftuar psikologën Mirjeta Delio, të cilën e ftoj me u bashku në studio. Arrova me ta përmend mbiemrin e babës. Pestisha. Mirë Mirjeta. Faleminderit mas pari që ke pranu me qenë pjesën e kësaj formati, tu pas parasysh se ju psikologët zakonisht flitni nga një kënd pak më ndryshe, kështu që kjo e bën është alo më atlet mënyrën se qysh më ju dëgju dhe qysh më ju akceptu në këshillat që na jepni. Po, jemi mësuar domethënë me një kontok gjithmonë ulën, edhe për temat të cilat jemi të ftuar për ato tema, të cilat janë natyrisht gjithmonë në dobi të masës dhe të qytetarëve. Mirë po për mua ka shumë atraktive dhe kjo pjesa e gatimit, edhe pse për vete domethënë jam shumë keq me gatime. Nuk jem kemi me folë për këtë pjesë. Jam shumë e keqe në gatime, jo e keqe deri në atë masë, sepse kam 2 fëmijë dhe do të më përgatit ushqim. Mirë po që dikush me recetën time ende nuk kem në atë nivel. Nuk e shkëmbyn në recetën. Jo, s'kam ka kërku kërkush. Faleminderit shumë Mirjet, ka ndyjë të jami. Është kjo, mundesh me kalu nga kjo pjesë, ndërkohë para se me fillu miqtemi me përgatit recetën edhe me folë shumë qka me psikologën, me Mirjetën, na gjithsesi kena me falenderu sponsorin ton të vetëm aktualisht që kemi, Alinda Bytyqi, e cila është përkujdesur për veshjen time. Faleminderit shumë Alindës dhe po kalojmë në temë që recetën e kena shumë të lehtë, kemi përgatit cheesecake-un japones, që o bo më viral, thash hajte bojmë sot, me që edhe që me tani mua. Jem shumë e keqe që ashtu gjonat viral që shkuj nuk e di. Dhe më thonë, ende ato qokolade në Dubai nuk e kum hangër. Ja, pak ma eronë. Nuk e kum hangër, ale? Ase ke hangër, ti dhe me hangër e pas ke problem. Dhe më thonë, gjana që bojmë viral, në pres dhe sa të rikthejmë prapë vjetë. Po të kaloj një sodin e parë. E kështu që nuk pas na dëgju. Po, kjo është shumë interesant. Kjo është një recet e lehtë, më mundesh me bën në paketim të jogurtit ose kosit grek, kosit kullum të na shqiptar, i vendos këto lutës biskotat brenda, po në kos mundesh më shtu diçka një luk prej kremit ose Nescafe që me qenë me shije, mësë me pas atë shije në thartë, e mbyll edhe ka shpërfundon e nxerr mas 2-3 ore. E për receta po, që ta po thomë që ta gjeta, jem kujdes për ty. Mirjet, une jam pundina shumë mirë dhe mezi po pres me janis me folë për ty, për një temë e cila na bën mundi rahat, e që po besoj duhet me undi edhe nga masa, kur flasim rreth shëndetit tonë mendor, por edhe rreth shumë proceseve tjera të rëndësishme, jetësore, të cilat na i diktojnë se si me pas shëndetin tonë mendor, duhet mundi rahat, besoj. Po e kemi ndarë në vija paka shumë se për çka po dojmë me folë sot. Zakonisht flet shumë për prindrimin. Pse ke zgjedhë shumë e folë për prindrimin? A e ke zgjedhë se është nevojshme, a e ke zgjedhë se ke pa që janë të shpartalluara këto çështje? Mendoj që kemi mungesë të informatatave të cilat i marrin prindrit, e para. E dyta, fillu me folë për shëndetin mendor dhe ndoshta për gjithçka që na servon jeta, se si ne e kalojmë, se si ne e menaxhojmë, se si ne e kontrollojmë, vjen nga ajo se si prindrojmë, domethënë se si jemi prindruar, se si prindrit tanë na kanë rritur dhe na kanë edukuar në fëmijërinë e hershme. Zakonisht kur flasim qoftë për çfarëdo çrregullimi, të cilin një person mund ta ketë gjatë jetës, qoftë një çrregullim të personalitetit të cilën gjithsecili e kemi në një dozë, po, sigurisht në veten tonë, sepse nuk jemi perfekt natyrisht, dhe duke ecur nëpër rrugët e jetës të servon gjëra të cilat ndonjëherë të mbështetin për muri që shtojnë populli, dhe natyrisht që mund të arrijmë edhe të ndonjë ankth, në ndonjë depresion, në ndonjë periudhë të cilën ne nuk e kalojmë shumë lehtë, dhe këto të gjitha na bartën edhe traumat të cilat ne kemi pasur në fëmijërinë e hershme.
gjithmonë i kemi të ruajtura në nënvedije, dhe të cilat lindin atëherë kur më së pakti na duhen. Në dobësi, në momente dobësie? Në momente dobësie, në momente kur nuk dim se si të kontrollojmë në situatë, se ndoshta nuk kemi mësuar mjaftueshëm për vetë kontrollin, ndoshta në ato momente ku nuk dim se si të reagojmë, sepse reagimet tona o të prindërve kanë qenë ndaj reagimeve tona ndoshta më të vrashta se që duhet. Ndoshta atëherë kur ne prindrojmë, kur ne bëhemi prind, aty e kemi domethënë përballjen më të madhe me ato se si ne jemi rritur. Dhe është më se e pamundur nëse dojmë ik pjesës traumave të fëmirisë sonë, sepse gjithë secili kemi kalu. Pavarësisht që merren traumat, bartën. Traumat ruhen në nënvedije. Sa kena fajna për traumat që kena që të mitë tonë? Jo, nuk kemi faj. Çka duhet me bëra që mos me e bartë? Po, ne kemi faj që nuk mundohemi të lexojmë, të edukohemi për prinderimin. Shumë shpesh ju them prindërve që ne kryjmë profesione, kryjmë shkollim për një profesion të caktuar, që të dalim domethënë në një pozitë më të mirë të punës, dhe gjatë gjithë kohës shohim se cila është ajo më e mira që neve po na përputhet. Investohemi shumë në natyrisht që po në karrierën tonë, mirë po pak investohemi në mënyrën se çish ne po dëshirojmë të arrisim një brez të ri. Sepse nëse ne e rrisim një brez të ri sot, ne nuk e rrisim vetëm ato. Mirë po automatikisht jemi duke i rritur edhe disa breza të tjerë, sepse ajo të cilën ne sot japim fëmijës tonë, ato do e bartë të fëmijoj ti, dhe fëmijoj ti të fëmijoj ti. Kështu që, sa ma shumë që ne të edukohemi, nuk mund të ndërprejmë traumat të cilet ne kemi përjetuar, sepse ne jemi gjenerat, ndoshta po e them e luftës, e depresionit, kemi kaluar në periudha që domosdoshmërisht të vështira, ku njerëzit domethënë nuk i kanë pas kushtet financiare, kanë jetu për mbijetesë. Pastaj janë depresionet e luftës, të cilët ato gjithë secili që ka kalu luftën, natyrisht që sot jemi në një depresion post-traumatik, domethënë një depresion të cilën ne e kemi përjetu një traumë në një kohë pak më të lartë, mirë po ajo fillon edhe shfaqet pas disa viteve. Dhe natyrisht që prindrit na kanë jep shumë dashuri, mirë po, sa na kanë jep mbështetje kur ne kemi pasur nevojë, sa na kanë dëgju kur ne kemi pasur nevojë. A kemi qenë dëgjuar si brez? Po flas për gjeneratën prafërsisht, se si jemi njëjtë, po a jemi dëgjuar më herët? Mendoj që jo. Mendoj që jo. Sa e bën dobishme të dëgjuarit nga prindrit një fëmijë, sa e bën të dobishëm më undi, dobishëm të paktën në rreth? Natyrisht që po. Gjithçka që një fëmijë bëhet një person i rritur, është ai i cili ka përthith 0 deri në 6 vjeç. Truri zhvillohet 0 deri në 6 vjet, 90% të tij. Prej ai 10% që cili jetë gjatë jetës, është përthithja të cilën na e marrim pastaj, që na servon jeta. Mirë po, truri zhvillohet 90% të tij 0 deri në 6 vjeç. Tashte, po natyrisht që po. Po e llogarisim se sa e rëndësishëm mund me qenë çdo impakt, çdo frymarrje ndonjëherë e them, kontrolloni dhe frymarrjet që merrni karshi fëmijëve. Është shumë e rëndësishme mënyra se si flasim, mënyra se si reagojmë karshi fëmijëve, mënyra si ne ja pranojmë ndjenjat dhe emocionet e tyre, mënyra se si e krijojmë lidhjen me ta. Po. Dhe gjitha këto krijohen në fëmijërinë e hershme. Është e vështirë më vonë të krijohet kjo lidhje. Nuk po them që është e pamundur, mirë po na duhet më shumë punë që ta krijojmë këtë lidhje të cilën është dashur ndoshta ta krijojmë në fëmijërinë e hershme. Kur e përmendën fakt, të rikthena në fillimin e intervistës, the që na nuk investojmë, nuk edukohemi. Si njerëz në gjanat kryesore. Domethënë investohemi shumë në karrierë, në profesion, në shkollim, po nuk investohemi në diçka që është shumë kruciale në vetë zhvillim, po edhe në ato se çka po rrit. A ka rëndësi këto edhe mënyra e edukimit në nivelin shkollor?
a duhet jetë kjo edhe në nivelin shkollor, po prindrimi a duhet jetë edhe momenti kur të përfshihet edhe në sistemin mjekësisë. Për shembull, unë bona anon, pas 9 muajve, a duhet të ketë sikur në vendet e tjera që investojnë në prindrim, investojnë në fazat e para të prindrimit, se pikërisht aty fitohen traumat edhe të një nane me një përgjithësi shtesë, po edhe të një fëmije që e përthith atë emocionin e traumës nënës që ka, ndaj përgjithësisë që e merr. Mendoj që nuk kemi mjaftueshëm disiplinë që të edukohemi karshi prindërimit. Po e them ndoshta nga përvoja, sepse në një kohë kam hapur kurset e prindërimit. A ke pas kurset e prindërimit? Të cilët kanë qenë për herë të parë në Kosovë, dhe kanë qenë kurse prej kur nëna mbetet shtatzan, dhe deri në moshën kur fëmia bën 6 vjeç. Domethënë në gjithë periudha e fëmijërisë së hershme është përfshirë në kurse, duke u trajtuar tema aq specifike të prindërimit. A ka pas interesim? Interesimi nuk ka qenë aq i lartë, ka qenë i një mase, po e them, po jo mjaftueshëm sa është dashur që prindërit thjesht të investojnë. Moj me ndihmush të pak. Po mundesh, sa e lehtë pak. Se më që s'ka pas rëndësi, se ka kush na mëson për prindërim. A jena tradicional shumë këtë drejtim. Do të na i dina krejt. Ose janë gjyshët nona që. Sidomos kur flasim për pjesën që sot kemi një tranzicion në mes të prindërimit. Tranzicioni se kuptimin e tranzicionit? Sepse ka kalu periudhë mënyra se si kam prindru nënat tona, vjerat tona, në ato se si na po prindrojmë sot. Informatat janë sot pak më të frekuentueshme dhe prindrit më lehtë mund të qasen për informata, se sa në periudhën kur nënat tona dhe vjerat tona, domethënë gjeneratat më të vjetra kanë prindëru, nga fjalët e njëra tjetrës, nga përvoja, po e them. A janë veçasja në informata, Mirjet, a është edhe rrethonat që kanë ndryshuar në mënyrën se si jetojmë, se si ekspozohen fëmijët tonë? Po natyrisht që po. Se me çka ballafaqohemi nga kërkesat që na bijnë si prindër. Po, sepse në kohët më të hershme ne e dimë rolin e nënës dhe rolin e babait. Babai ka pasur rol që të dalë jashtë shtëpisë dhe të kontribuojë në pjesën financiare, ndoshta shumë herë pa ju kushtu zero rëndësi fëmijëve, sepse ka qenë ndoshta po e them edhe shtylla e shtëpisë. Po, mirë po dhe burrat e kanë pas një farë tendencë që është marrë të afrohen afër fëmijëve, deri vonë ka qenë kjo. Po. Dhe nana ka qenë ajo e cila është kujdesur, domethënë për fëmijët. Mirë po, a është kujdesur nana? Jo dhe aq, sepse ka jetu në një bashkësi me persona domethënë më shumë se sa tash, dhe fëmijët kanë qëndru me kush ka qenë më i lirë në shtëpi. S'ka pas nevojë për qirthe? Jo, s'ka pas nevojë për qirthe. Qirthet i kanë pas të borrat shtëpisë. Ka qenë një lumturi në vete. Ka qenë një lumturi shumë i mirë në vete, edhe unë nuk them jemi rrit shumë mirë, më kujtohet shumë shpesh periudha që ne jemi rritur, nuk e kujtoj ndonjë ditë që na kena nejt brenda. Domethënë ke kujtime të mia i kam jashtë shtëpisë. Mirë po ka qenë, domethënë, stimulimi jon për mu zhvillu mirë ka qenë shumë më i lartë atëherë. Pse? Ambienti na ka stimulu, natyra na ka stimulu, lojrat të cilët ne i kemi zhvillu jashtë shtëpisë na kanë stimulu, gjithë secila lojë e cila mundohet sot domethënë mu zëvendësu me lojra qoftë elektrike, me lojra domethënë të prodhuara fabrike, është e kotë. Sepse ato të cilët ne i kemi marrë, domethënë që kemi lujt jashtë me lojat të cilët edhe vetë i kemi kriju, sot nuk i kemi. Domethënë shumë rol sheh fëmijë të cilët janë jashtë duke luajtur. Edhe mjetet teknologjike e kanë bërë të vetën në ditët e sotme që fëmijët ja kanë marrë fëmijërinë. Bukfalisht po e them, edhe fatkeqësisht një ditë isha duke shkuar në shtëpi dhe e pash në një vend të rrafë të lujt disa fëmijë. Ekstrem më la përshtypje, se kish kalu një periudhë shumë e gjatë që unë nuk kisha pa, domethënë, afër 7-8 fëmijë të cilët luajnë jashtë me top. Edhe për me ke shumë interesant. Ja, në një periudhë kur çuditemi që shumë fëmijë të luajnë përveç alternativave të mundohemi zëvendësu me lodra, i mbushim shtëpit me lodra, i qetësojmë fëmijët përmes teknologjisë, vetëm a mundemi na me bo një punë tjetër. Unë e kuptoj, jeta dinamike e nanës në ditët e sotme është shumë
me vështirë se sa periudha me hershme. Kam pas më shumë punë, kam pas më pak përgjithësi. Sot kemi edhe punë, edhe përgjithësi, sepse ne kemi sot nuk e them presionin, mirë po e kemi dhe me thonë tendencën që të shkollohemi, që të sigurojmë vendin e punës, që të kontribuojnë në karrierën tonë, që gjithë se cila femër dëshiron që të ketë një karrierë në ditët e sotme, mirë po e kemi ekstra edhe punët e tjera të cilët edhe nëna tona i kanë bu. Dhe përgjithësia që na i shohim sot fëmijë, o shumë më e madhe se sa në kohët më të hershme. Sepse ne sot ju kushtojmë kohë, ju kushtojmë vëmendje, dhe me thonë lajmë gjithçka tjetër pezull në shtëpi, që të përkushtojmë fëmijëve, me që aq orë sa i kemi në dispozicion, sepse nuk i kemi shumë. Janë orë kualitative, jo produktive. A pajtosh edhe ti që qëndrimi fizik me një fëmijë 24 orë e nanave të cilat sakrifikojnë gjithçka, nuk është i barabartë ndoshta me një qëndrim i cili jep kohë e orë produktive, për shembull në 3 orë që ti i kontribon të mis, emocionet mira, edukim të mirë, vëmendje, dëgjon dhe mëson për virtytet kryesore, vetit kryesore të zhvillimit të tij, vetë zhvillimit që duhet ta ketë, sepse një shpesh që e thirrën në këtë pjesë ku po rri me fëmijë sepse është forma jam më e mira, po i edukoj vetë. Po rri shpesh, nuk po shkoj sepse kum dëgjoj. Nuk po realizohem si person, sepse kam gjithë kjo është shumë fisnike, mbi të gjitha. Kjo është shumë fisnike, po a është më e mira, sepse nështë nuk e dim këto që të nuk edukohemi për me rrit një fëmijë mjaftueshëm. Sepse ta kontrollosh, ta ushqesh, ta vendosësh në gjumë, nuk janë gjëra më të lehta. Po si ti ofrojmë diçka më të mirë, që e përmbush në aspektin social, emocional dhe shumë çka tjetër. Gjithçka që thatë është më së e vërtetë. Sepse fëmija nuk llogarit orët sa ti qëndron në shtëpi. Fëmija i mban mend dhe i llogarit minutat sa ti ke lujt me ta, sa ti e ke dëgju, sa ti e ke dashur, sa ti ke kriju lidhje me ta. Dhe ti mund të jesh 24 orë në shtëpi. Dhe të thua që po sakrifikoj gjithçka tjetër jashtë shtëpisë, por me qëndru brenda shtëpisë. Po ne e dim që ne nanat nuk mund të qëndrojmë gjatë gjithë kohës me fëmijë, sepse kemi edhe punë të tjera, dhe kjo e bën diferencë. Sa orë produktive po kalojmë me fëmijët tonë, jo sa orë fizike po kalojmë me fëmijët tonë. Unë punoj, sikur edhe shumica e nanave, dhe në orën 4 kthehemi në shtëpi, dhe kemi 3 orë gjysmë efektive brenda shtëpisë. 3 orë gjysmë efektive. Ka nevojë për strukturim ajo i 4 orë. Natyrisht po. 3 orë gjysmë sepse në orën 7 vetë shkojmë në shtrat. Mirë po, gjatë asaj 3 orë gjysmë, unë jam gjatë gjithë kohës e ulur në dyshemi me fëmijët. Më dha një ditë, e mendova, tha shumë më të nuk në ullë. Dhe më thanë që shdohet. Jam gjatë gjithë kohës dhe me thanë me fëmijët, me ato atë të cilët ata e kërkojnë, duke zhvillu loja imaginative, duke i mbështetur emocionalisht, duke ofruar përkraje, duke rritur vetbesimin, ka shumë përgjithësi në rritjen e fëmijëve. E sidomos sot. Mirë po, sa kemi edhe presionin social në ditët e sotme, e kemi. Sepse ende kemi gjeneratat të cilet janë duke u munduar që në mënyrë indirekte të ndikojnë tek nënat e reja. Dhe ato janë një mes të asaj se çka kanë lexu, ose me çfarë informacione kanë mua deri sot për fëmijën e saj, dhe në mes të asaj të cilet i ushtrohet presioni social. Kështu që unë e kuptoj që në ditët e sotme nuk është e lehtë të rritësh fëmijë. Është interesant që kjo pjesa që e the për vazhduar ndërkohë që ndërhyrjet ndoshta e pengojnë jashtëzakonisht shumë formën se çish ti ideon, jo e ideon ose e modelon fëmijën tonë, sepse fëmija duhet me u lënë, me u rrit në formën dhe në mënyrës që ai zgjedh. Ajo që na duhet me ndiku te fëmija është janë gjëra të tjera të cilat e presionojnë si person. Po e ndikojnë këto rrethanore të tjerë, të cilët domosdoshmërisht kanë me nxjerr ndërkohë një produkt që edhe vetë mundesh me u çudit, sepse shpesh thojmë ndoshta në popull kanë adui ky. Ndoshta ato rryma të ndryshme që vinë. Po kur mirjet
ose a modelohet, a duhet të shihet prindi nga fëmia të modeloj si modelus, apo të shihet si pasqyrë. Edhe kur vendoset ai limiti, ajo vija ndarëse e autoritetit edhe kontrollit të fëmijës. Se ndoshta kur i ki disa faktorë të rëndësishëm që e strukturon mënyrën se si e rrit fëmin, ki një strategji, sepse kur them strategji është pak çështje e madhe, madhore edhe sepse nuk mundesh mos më marr. me Po të strategji. paktën kur i trason 3-4 pika dhe synon të ecësh përmes tyre, besoj që e ki më atlet. Po kur ndodhen çdo gjëra, në çfarë kohë, në çfarë mase dhe a duhet vendosen vishëm nga njëri prenda nga të dytë? Kur flasim për pasqyrimin dhe modelimin, mund të themi që ne, përgjithësia jona është të jemi model i mirë për fëmijëve tanë. Po. Sepse nuk thjesht tek pjesa e pasqyrimit nuk isha dashur që fëmiu im të pasqyroj gjithçka. Se është një që farë diskutimi, a modelim Po. në qenë? Kështu që ne mendoj që më së leti kemi të modelojmë gjëra të shëndetshme për fëmijët tanë. E kur ne modelojmë gjëra të shëndetshme për fëmijët tanë, natyrisht edhe ne këtu jemi pasqyrë tyre. Në të njëjtën Në atë qark, po. patjetër vuan pasqyrë. Ndërsa tek pjesa e rregullave dhe disiplinës e cila mungon, e kemi domethënë si shoqëri e cila mungon, ose mundohemi shumë që vendosim rregulla në presionin të cilën ti duhet me bo, sepse unë jam prindje dhe ti nuk guxon me bo ndryshe. Se unë të këmë bo ty jo ti mu, që përdore domethënë në popull kjo fjallë, që këmë dëgju shumë shpesh, edhe që nuk dim të vendosim ndoshta çfarë lloj prindrimi ne jemi duke dashur ta praktikojmë, ose cili prindrim mund të jetë më efektiv për fëmijët tonë. Sepse asnjë fëmijë nuk është i njëjtë. Nuk rritet njësoj, Po. se varen rrethana Natyrisht që po, varet edhe nga një dozë e karakterit të cilit ai fëmijë lind. Dhe ajo të cilin i servohet apo fëmiu ka potencial që të përthith prej ambientit. Tek pjesa e rregullave dhe strukturës, unë jam pro që kjo të ndodh që kur fëmiu lind. Nëse flasim për prindërimin danez dhe atë francez, të cilët konsiderohen një nga prindërimet. Kena pak rezerva, apo na i shëftyrën. Të cilët konsiderohen prindërimet më të suksesshme. Danezët, po. Për danezët janë domethënë të mrekullueshëm në prindërimin e tyre. Mirëpadin pa prindërimit të thjesht bojnë danezët. I lajnë fëmijët të rriten të lirë. Totalisht. Totalisht të kam lirë. vizitu Finlandën të një familjar dhe kom pasë mënyrën se qysh Janë të mrekullueshëm domethënë. Ata fëmijë nuk dështojnë asnjëherë. E thashte. E çka po bojmë na? Çka po i ndalojmë fëmijët? Na po i ndalojmë fëmijët me disa struktura të cilët mundohemi, unë ende shoh prind i cili fëmia kalon moshën 3 vjeç, 4 vjeç, ushqihet nga prindi. Po, ka shumë. Mbathet nga prindi. Do me thonë, ne nuk i lajmë fëmijët të zhvillojnë kapacitetet e tyre, sepse na mundohemi të bëjmë punën të mrekullueshme, që ndonjëherë unë mendoj që prindrojmë në sytë të tjerëve, fatkeqësisht. Edhe gjithçka mundohemi t'ja bëjmë fëmijës, që t'ja bëjmë jetën më të lehtë. Po kjo është në dëm të tij sigurisht. Është në dëm të tij, sepse e para po ul vetë besimin e tij, që ai nuk po din me bëj gjëra të mjaftueshëm, i po do dikush tjetër mi bë për të. Po. Ul vetë vlerësimin e tij, që ai duket si një person i pavlerë. Gjithashtu ul edhe shkatësitë jetike i cili ai mund t'i marrë prej këtyre. Ushqyerja është një proces shumë i rëndësishëm. Dhe ai duhet të lejohet fëmiu që në moshën 7 muaj, 8 muaj të ushqehet vetë. Edhe nëse një lugë përlyhet, një lugë e vendos te goja, është më se normale. Fëmiu duhet të ushqehet me dorën e tij. Ende shumë në moshën 4-5 vjeçare, që fëmiu domethënë nana ulet edhe edhe e ushqen. Kjo ndodh kur nuk han. Na falni se 5 butë. Te kjo pjesa e të ushqyerit, e di. Ne po kjo është mënyra që ne nuk ja krijojmë fëmijët besimin që ai mundet vetë me ushqy, edhe ai refuzon ushqimet, sepse nuk e sheh diçka vetëm të përmbushur në atë stad. Ushqyra me dhunë, të na është një ana prej eksperimenteve të prindërimit, dhe me thonë, kështu se kështu e një rritë edhe jo. Gojon, se vjen ajo, se vjen këta mërë, ose ti të këto, gjithë qysh do të me hangër që të porcion, nëse do me shku këtu, ose haje sonë ta blej,
Prindërimi është qaq për llogaritje gjithçka. Sa që ide nuk e kemi se çka ndikojmë tek fëmijët. Ne në popullin ton, pa paragjykime, i rritim duke i gënjur, duke i mashtruar. Mashtrim është. Nëse ti i thu fëmijët, haje se kemi shku te lodrat edhe nuk e çan kërkon, ajo është gënjeshtër dhe mashtrim. Çka po bëjmë në këtë mes? Po e thyejmë fëmijën, ai ka hangër pijatën, në mënyrë që ta marrë përforcusin e tij. Ta marrë shpërblimin diçka, pavarësisht çka i kemi ofruar. E para, prindi është gënjeshtar në këtë mes. Fëmiu fillon edhe e ul besimin karshi fëmijët, sepse premton prindi dhe nuk ja realizon. E që është normale, i duket si normale nëse premton diçka dhe nuk realizojshë. Po mirë, po për fëmijën hup motivimi. Se ai ditën e nesërme ose ditën e pasnesërme nuk ka me bëu atë cilët se na e kemi kërku, sepse e kemi gënjur më herët. Po. Edhe tjetra e cila është më e rëndë, ne po i mësojmë të gënjejnë. Në këtë mënyrë mësohet fëmijët të gënjejnë. Ne i mashtrojmë fëmijët. I mashtrojmë fëmijët qoftë kur dalin prej shtëpisë, duke ikur fshehur aze, qoftë duke i gënjur që po shkojmë diko tjetër, mi po shkojmë diko tjetër, qoftë duke i mashtruar që kërkojnë diçka dhe ne themi që do ta blejmë nesër. Këto janë të gjitha mashtrimet të cilët e dëmtojnë fëmijën. E dëmtojnë fëmijën për periudhën që është, për periudhën që do vi, e mos flasim kur ai do bëhet kontribues i shoqërisë. Mirjet është shumë e rëndësishme edhe ndoshta krejt çka po folti pëgjejmë vena pëgjejmë veten, vena po mshefum se po na vjen marrë, me kallëzu që kena, po nuk është marrë, na njerëzit gabojnë. Është shumë e rëndësishme me mësu, me bë më të mirë. Nuk ka prind, besoj nuk ka prind që nuk e do me bë më të mirën e mundshme. Po shpesh herë tu tentu me bë më të mirën e mundshme, shkelim terrene edhe shkelim në gjana që nuk i njohum as vet, edhe përcjellim informacion që fëmijët nuk mund me akceptu drejt edhe në formën që ti e ke menu që duhet me përcjell. Po nashta pyetja është pak me tone jo të mirë që mund të dëgjojash sepse gjykosh edhe thu çka është kjo pyetje. A ndodh që me dash fëmijën jashtëzakonisht shumë, qysh e do prindi fëmijë, po mos me ditë me prindru? Natyrisht që po. Gjithsecili do. Mos me qenë edhe prindi mirë, për me përmisu pyetjen kështu. Po e kuptoj plotësisht. Do me thënë, gjithsecili unë mendoj që dashuria është e pakushtëzuar. Ndaj relacionit prind-fëmijë. Mënyra se qysh prindron është pastaj temë tjetër. Sepse e cekom edhe pak më herët. Nuk mund t'i ikemi traumave tona të fëmirisë. Dhe e kemi të pamundur të mos e bartim zërin e prindërimit ton kur flasim me fëmijët tonë. Është interesant këtë cikël, që shumë pak e vrejnë. Mirë po ju do të shumë pak me qitë në nënvedije. Dhe me thonë shpesh, kur ne flasim, më ka ndodhë dhe mu, që e kum kujtu qysh mu mami më ka folë, ose qysh mu babi më ka folë. Duko sigur ka ndodhë edhe njëherë një situatë. Sigur po ndodhë edhe njëherë, ama ajo është një zë i brendshëm, i cili është truajtur në fëmirin tonë qysh ne kemi qenë të vegjël, është truajtur aty për vite, momenti që ne prindrojmë, ne deshëm apo nuk deshëm, ka me dalë në pah ajo. Qoftë nëse prindërimi ka qenë superior, për e them, qoftë nëse ne kemi bartu trauma për fëmërisë tonë. Kur themi trauma, nuk do me thonë trauma vetëm dhuna. Trauma është lëndim, sepse trauma njerëzit e marrin si diçka tepër të dhimbshme. Ajo është një lëndim. Trauma mund të qenë një lëndim i vogël që tu është bërë. Natyrisht, diçka që ti shembull, traum mund të konsiderohet që ta bëjmë më të lehtë edhe për audiencë. Trauma mund të konsiderohet kur ti si fëmijë ke qajt, dhe ajo qajtër e jotja, ajo emocioni jote nuk është marrë parasysh. Ti e ndjej pa kuptum, i pa trajtum, dhe e ke kuptu që duhet mu mshef emocionet. Trauma mund të konsiderohet edhe kur i themi fëmijët mjaft mos qaj, që te stopon një emocion që është më se normal. Nuk e di pse në vendin tonë kam frikë prindërit kur qajnë fëmijë. Kjo është mirë edhe për aspektin kardiak. Jo, deri në një moshë povesh si po kalon pastaj fëmijë 1 vjeç plus, do me thonë, ose 2 vjeç plus, që është
fazë mësë normale e shpërthimeve Pak me zbut situatën e pata. Do me thonë që mos shoj se nuk ta blej, mos shoj se nuk të marë, mos shoj se nuk bën, mos shoj se ti je rrit, je bëbur, ka që e ma dhe ti po qoan, apo këtan. Qka ka të keqe me qoj një fëmi? Shumë e letë është të uleme dhe të ju themi fëmijeve. Po të kuptoj që ti je mërziton. A ki nevojtis që tash për mu? Nëse fëmiju refuzon, në rregull, kur ti qetësohesh, unë jam këtu për ty. Që ky është prindrim pozitiv. Ky prindrim pozitiv edhe e qetëson një të rritur. Po natyrisht jo veç një fëmijë. E ne, kur qoj fëmiju... komunikim na mungon si shqiptarë. Na mungon ekstremisht shumë. Relacioni i fëmis në aspektin e komunikimit, edhe përkrajes emocionale. Se na menojmë kur është smut e japi maksimumin, kur është i lumtur lelet bën çfarë dush, kur është tukajt shpesh herë na i afrohemi, por ndërkohë na dhezet një farë butoni atje dhe që kalojmë në nervoz, atë butësinë e shndrojmë. Natyrisht po. Te pjesa e të çajturit. Pse ne nuk dim të prinderojmë atë të cilën e jap, pasi shembull, të lajmë fëmijën në rregull, po të kuptoj që ti je mërzitur, pi identifikojmë emocionin, mërzitjen. A ki nevoj për mu tash, po ju ofrojmë mbështetje. Nëse fëmiu fillon çon edhe më shumë, në rregull, kur ti qetësohesh, unë jam këtu për ty, po i lajmë hapësirë që ai me menaxhu vetë emocionin e vet, mi po na prap jemi aty për to. Po pse na pengon neve çajtura e fëmijës? Sepse kur kemi qenë të vegjël, nuk na është marrë parasysh e çajtura jonë. Dhe kemi zërin ton të brendshëm, i cili në momentin që fëmiu çon, neve na pengon si prind. Sepse asnjëherë, po e them në shasën e situata shumë të rralla, është dëgju zëri jonë kur na kemi qenë fëmijë. E ky është një cikël mjaft interesant, i cili është një temë mjaft të gjatë që mu diskutu. Unë kam filluar të mbaj workshope për këto, të hapura, që prindrit thjesht jo të edukohen, sepse gjithë secili prind mendoj që është edukuar mjaftueshëm, mirë po të bëhem prind të vëdeshëm se si të prinderojmë. Okej, për me përkthy që shikuesit tonë që janë të na shiku, sepse na zakonisht dojmë si njerëz jemi më të bindur kur marrim shembuj edhe nga jeta e përditshme njerëzve që na flasin. Atë ka ndodhur me ta kompleksu teorinë tonë që e një e din, e praktikon, me fëmijët e tu gjatë prindrimit tonë për shembull me ta kompleksu një formë të mënyrës se si duhet t'i qasësh fëmijët në aspektin e rregullave ose ana tjetër të ka ndodhur nëse vazhdimisht ke pas një rregull të shëndetshme, po flas çdo herë një kontroll të shëndetshëm, por që të është dashur me ndru formën se si e ke bërë deri në atë moment. A të kanë qitë fëmijët realisht jashtë kornizave profesionale najherë, që ti je nalë me menu edhe ke thonë ka dalë se pas ka dhe ndrysh. Po. A një shembull. Kur isha shtatzon dhe isha ndoshta po e them, ndoshta isha në kulmin të karrierës. Isha me disa vite përvojë dhe besueshmëria të njerëzit. Edhe njerëzit për rreth pritshin se qysh unë tash po mi prindru fëmijën e mi. Edhe e pata një pyetje nga një afër. Shumë do doja që të shija ty si prind. Ti do me thonë si psikologe, qysh këj më bo, do me thonë, qysh me ndën, ti me rritë fëmijën tënë, e këto lloj gjanash. Thash, unë e ku mendu shumë thjesht. Para se me ushtru profesionin tem të fëmijën mi, po du njëherë me qenë nonë. Po du njëherë me qenë prind. Nuk kam nevoj me ushtru në fëmijën tem profesionin. Profesioni i jem, do me thonë profesioni psikologjisë, të mbush me informacione, aqë shumë. Jo vetëm për prinderimin, mirë po edhe për menaxhimin e shpërthimeve të cilat ne kemi si prind. Sepse edhe ne kemi shpërthime. Ndodh ndonjëherë që të kemi shpërthime me fëmijët e mi. Mirë po, ndoshta mos të kisha profesionin e psikologjisë, e them edhe nuk i akuzoj asnjëherë prindërit, ndoshta do i bëj edhe gjëra të cilat i bëjnë prindërit e tjerë. Çu e menon gjë, një shpërthim emocional të pa menaxhueshëm për momentin. Në disa literatura thuhet, ti jam më konkret deri kush për thënë? Një psikologe. Në disa literatura thuhet që
kur e shefni që nuk po mundeni me menaxhu situatën, ikni pri vendit, dilni dikon tjetër, veç mos shpërthanin sytë e fëmijëve. A din sa e rëndësishme është? Edhe sa traumatike mund të jetë shpërthimi jo në sytë e fëmijëve? Prezencë fëmijëve. Po flasim, sidomos shpërthimet më të mëdha të prindit ndodhen atëherë kur fëmiu është 2, 3, deri afër 4 vjeç. Faza kur rritet pjesa aktive. Fazat kur fëmiu ka as shumë shpërthime, kur fëmiu është në një stad që nuk e din as vetë se çka don, se çka kërkon, edhe ai shpërthan, prindi shpërthan, ai shpërthan, prindi shpërthan, edhe në fund nuk kemi bërë asgjë. Ne e kom cikë në disa raste në intervistat e tjera, duke i ikur dhunës fizike, që shpresoj që të jetë minimaliste ose zero në vendin tonë, që unë e di që nuk është, e dim gjithë se cili prej nesh, ne po ushtrojmë halema shumë dhumë psikologjike, se tu e ndrydh këtë që jemi mësu me përdorë. Dhe me thoa, ne ende i rritim fëmijët me kërcënime. Ende i rritim. Mos e bëj, se pastaj unë ty të regoj se çka të bëj. A tanë, kërcënim. Ose veç sa të shkojnë a shpe, që e përdojmë shpesh. Kështë që janë gjëra të cilët thjesht na jemi rritur me to, i kemi brenda vetës, dhe i shfaqin në momentet që gjitha këto janë këto që i përmendë edhe fillim që janë faktor që e kanë ndiku mënyrën se që shina e në rritë edhe mënyrën që shina her pas here pavarësisht që tentojmë me bëma atë mirë në shpërthejmë në situata kur nështë zdia pajtosh, po besoj që pendesa është një farë vujtje e madhe që e ki kur pendosh për diçka që ke bëhe dhe e pëson 5 herë, sepse nuk e di, unë menoj që shumë qka thmive ju bjane njeve në dhem, sikur se gripet që kanë qenë kupton që thmive ju ka romu po më dhem, jo po më dhem në aspektin fizik, po në aspektin shpirtnor. E besoj që krejt prindrit, sa do pak për ju shërben kjo që ka po thu. Po, për ata që janë të menaxhueshëm, po fatkeqësisht mirjet janë rrit numri i fëmijëve me diagnoza të ndryshme. Rrethana këto që janë nga më të ndryshmet që shkaktojnë këtë numër që është merr statistika nga shkollat dhe që tash çdo klasë ka më shumë se 2 persona ose 2 fëmijë të cilët janë të diagnostifikuar, jo që thuhet që janë, po kanë diagnozë nga doktori nga një sindrom i ndryshëm, qoftë shpërqendrimi, qoftë edhe më të rënda. Sa është e rëndë për këta prind dhe sa është e rëndë për juve si psikolog me dalë mi ka përsy qëto shkallë që po flasim për një fëmijë normal, edhe me dalë në shkallë tjera për shkak se me këto çka i folëm është e pamundur me trajtu një fëmijë që më të shpeshtat janë është problemi ose pjesa e shpërqendrimit edhe doza e hiperaktivitetit, që besoj që ka shumë që e kanë, por që nuk e din. E që kjo masanej është derivat i ndikimeve dhe i prodhimeve të shumë problemeve gjatë procesit mësimor, gjatë procesit jetësor, dhe gjatë shumë proceseve që janë të rëndësishme në rrugtimin e rritjes së një fëmije, po bara më e rana është të një prind që nuk e ka diagnostiku dhe nuk e din çka ka. Çka bëni ju këtu? A e trajtoni prindin? Se shumë pyetje me një. A e trajtoni fëmijën fillimisht? Puna ime profesionale është rreth 10 viteve. Dhe është kryesisht me fëmijë me nevoja të veçanta. Kam trajtu raste të shumta me gjitha shpjegullimet e mundshme. Qoftë autizëm, qoftë vonesa, qoftë vështirësi, çfarë do qoftë diagnoze, nuk ka ndonjë diagnoze cila nuk është trajtuar deri më tash nga unë. Deri në momentin që nuk isha nën vet, mund t'i kuptoja prindrit deri diku. Më shumë i kuptoja në atë aspektin e lodhjes, e mërzitjes që cilën mund ta kenë. Mirë po kur unë thjesht u bëra vetë prind, e kuptova që nuk është vetëm kaq. Gjendja emocionale e prindit ka aq shumë rëndësi, sa që thjesht nëse nuk e kemi stabile, e kohët është puna që bëhet në seanca me fëmijën. Sepse
në fakt bëhet seanca terapeutike, po prap një barë e punës bie mbi prindin. Unë mendoj që nënat në Kosovë e bëjnë një punë të mrekullueshme karshi fëmijëve. Pavarësisht aty në teknikave të se nështë nuk i kemi të duhara, po kur vjen fjala për, dashurinë që ja vjepim, për kujdesin që ja vjepim, në vendet e tjera nuk e gjenë. Janë si natyra më të ftofta karshi fëmijëve të tyre. E kanë të reguluar këtë formën e jetesës? E kanë të reguluar, edhe pjesën emocionale. E ne ndonjëherë mundohemi ata të cilën s'kemi mundun ta marrim, ta kompenzojmë tek fëmijët tanë. Dhe po kthehemi tek prindërit të cilët kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Kam trajtu ndoshta raste kur më shumë është dashur të punoj me gjendjen emocionale të nënës. Se të fëmijës. Se të fëmijët, se me vetë fëmijën. Dhe është e rëndë. Sepse ne i dim rrethanat në vendin tonë, ne i dim kushtet në vendin tonë, dhe po është ndonjëherë e pamundur që të dyja t'i trajtojmë me njëherë. Sepse çdo prind, jo vetëm që i ka fëmijët me nevojat e veçanta, se nuk du të bëj krahasime të tilla, mirë po çdo prind e meriton një kujdes të shëndetit mendor. Qoftë për depresionet postnatale e deri te rritja e tyre. Kjo është një temë që besoj kemi me trajtuar gjithsesi në një emision të një formati tjetër ose qoftë edhe të këtij, sepse është e jashtëzakonshme për krejt ata prind, ato nana që na ndjekin edhe po besoj që meritojnë shumë këshilla nga ti, po ne hena krejt në fund edhe nuk po du me shpalos këtë temë pa e përmbyll mirë, kështu që unë falenderoj jashtëzakonisht shumë që ardhë sot edhe ke dhënë këshilla të jashtëzakonshme për prindrit, për mu edhe për krejt tjerë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën. Mirjet. Shpresoj që sadopak këto informacione të kontribuojnë për masën, për prindërit në përgjithësi. Shijoni prindërimin maksimalisht, sepse është periudhë e cila nuk kthehet më dhe është periudhë e cila nuk zëvendësohet, e di që është e vështirë, kërkoni ndihmë atëherë kur jeni të nevojshme, mirë po shijoni prindërimin. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithë shikuesve të cilët kanë qëndruar me ne dhe në shimin të dielën e ardhshme dhe në fund mos harrojmë të përmendë edhe një herë Alinda Bytyshin e cila u përshkujdes për veshjen time. Deri të dielën e ardhshme, mirëmbëjtje.